Përshëndetje, sot do flasim për rrethanorin e shkakut dhe rrethanorin e qëllimit. Rrethanori i shkakut tregon shkakun e kryerjes së një veprimi. Gjendet me pyetjen pse, për shkak dhe nga shkak. Shprehet me ndajfolje pyetse shkaku, pse. Pse erdhe me vonesë. Këtu, ndajfolja pyetse shkakut është rrethanor shkaku. Shprehet me emër të shoqëruar me parafjalë. Unëzim nga vapa. Pse unëzim? Nga vapa. Është rrethanor shkaku, emër me parafjalë. Shprehet edhe me grup emëror. Nuk erdhi nga Italia për shkak të punëve të shumta. Pse nuk erdhi? Për shkak të punëve të shumta. Rrethanori i qëllimit. Rrethanori i qëllimit tregon qëllimin e kryerjes së një veprimi. Gjendet me pyetjen përse dhe për ç'të qëllim. Shprehet me ndajfolje pyetse qëllimi, përse. Përse ke ardhur? Këtu rrethanori i qëllimit është ndajfolje pyetse e qëllimit, përse. Shprehet me emër me parafjalë. Doli për shëtitje. Përse doli? Për shëtitje, emër me parafjalë. Shprehet dhe me formë të pashtjelluar paskajore. Shkoj për të takuar nënën. Përse shkoj? Për të takuar. Këtu shprehet me formë të pashtjelluar paskajore. Shprehet dhe me grup emëror. Nxënësit po mësojnë për analizën e gjymtyrëve të fjalisë. Përse po mësojnë? Për analizën e gjymtyrëve të fjalisë. Grup emëror.